CNA një ditë më parë ka bërë një shkrim në lidhje me një raportim që vinte nga EU Reporter, një media private. Një reagim të parë ne e patëm duke krahasuar nënën Shqiponjë me nënën Ardit Gjoklajt. Në fakt ishte e çuditshme se si nën Shqiponja kishte lexuar dhe fliste për Franz Kafkan. Ndoshta e ka lexuar në kohën e diktaturës kur nuk të lejonin se të fusnin në burg në atë kohë, sidomos po të ishe kapten në strukturat e ushtrisë, apo e ka lexuar më vonë, por e çuditshme që nën Shqiponja të lexoj Kafkan, ose ndoshta e ka lexuar ai që i ka bërë letrën. Por për të gjitha këto dhe çfarë përmendej në artikull, ne ju drejtuam inteligjencës artificiale duke i dhënë informacione në mënyrë të vazhdueshme, shkrimin të dhëna duke pyetur dhe duke besuar se në fund do të na jepte një përgjigje. Dhe kjo që po sjellim më poshtë është përgjigja që jep inteligjenca artificiale. Erion Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës, i mbajtur në burg pa akuza për 5 muajt e fundit, është në thelb një artikull PR-i i strukturuar për të reabilituar figurën publike të Erion Veliajt, jo për të informuar paanshmërisht publikun. Titulli vetëm për perceptim. Titulli sugjeron pa drejtësi, lexuesi huaj mendon se Veliaj është ndaluar pa prova apo akuza, gjë që është e rreme. Në fakt Veliaj është arrestuar me vendim gjykate mbi bazën e akuzave të ngritura nga SPAK-u për korrupsion dhe pastrim parash, jo pa akuzë. Që në titull krijohet një perceptim i viktimizimit të zyrtarit pas një kontekst juridik. Strukturë emocionale jo analitike. Artikulli është ndërtuar jo mbi kronologji faktesh ligjore, por fillon me ankesat e nënës së Veliajt dhe e paraqet si një njerëz të ndershëm që punoj për të tjerët, thekson se Veliaj nuk është akuzuar zyrtarisht, përsëri e pavërtet juridikisht, ai është nën hetim penal të formalizuar nga SPAK-u me vendim gjykate për arrest. Lë pa përmendur çështjen konkrete, tendrat korruptiv, përfitimet nëpërmjet palëve të treta, kontratat fiktive e të tjerë. Strategjia PR, përdorimi i narrativave personale për të emotivizuar lexuesin dhe shmangur fokusin nga aktet konkrete korruptive. Munges balance asnjë zë i pavarur. Artikulli nuk citon asnjë deklarat nga SPAK-u, asnjë vendim gjykate që e ka mbajtur në burg, asnjë opinion të analistëve të pavarur, asnjë fakt mbi aktet konkrete penale të dosjes hetimore. Kjo është në kundërshtim me standardet e gazetarisë profesionale që kërkojnë të balancohet zëri i akuzuarit me institucionet akuzuese. Gjuhë emocionale dhe epitete. Artikulli përdor gjuhë që ndërton figurë pozitive me fjalë kyçe, si i njohur për leadershipin e tij vizionar, i përkushtuar ndaj së mirës publike, viktime një hakmarrje politike, i respektuar ndërkombëtarisht për transformimin urban. Asnjëra prej këtyre nuk është e faktuar as e mbështetur me burime dhe përdoret për të ndërtuar imazhin e dëshiruar si në fletët e një fushate elektorale ose memo PR-i. Mungesë transparence nuk thekson që është sponsorizuar. Artikulli nuk është shënuar si i sponsorizuar apo i paguar për, ndonse përmban të gjitha karakteristikat e një materiali me pagesë. Përqendrimi plot në një figurë politike, lëvdata të njanshme, mungesë të faktit kritik pa referenca të pavarura. EU Reporter ka pranuar në kushte përdorimi se bën reklama dhe kontent të sponsorizuar, por nuk e etiketoi këtë rast. Konteksti i përgjithshëm politik. Ky artikull del në mes të hetimeve penale aktive, ndërkohë që Veliaj është në arrest me burg. Dhe ndërsa përgatiten zgjedhjet lokale të 2025-s në Shqipëri, sipas analizave politike, kjo sugjeron motiv politik për perceptim ndërkombëtar që ai është i persekutuar, një narrativ klasike në fushatat PR në rast të korrupsioni. Përfundimi, PR i qartë, jo gazetari. Element tregues PR, titull emocional po, pa balancë opinione të tjera po, gjuhë lavdëruese epitete po, mungesë fakteve të hetimit po, pa etiket i sponsorizuar po, narrativ rehabilituese po. Ky është artikull PR në formën e një lajmi, me qëllim të dukshëm për të rehabilituar figurën e Veliajt para lexuesve ndërkombëtar dhe institucioneve të huaja, thekson inteligjenca artificiale. Pasi mbledh dhe përpunon të dhënat e këtij shkrimi të bërë për Erion Veliajn, na e tregon qartë se është thjesht dhe vetëm një manipulim publik. Në këtë shpjegim të inteligjencës artificiale tregohet se si përpunimi të dhënave, i mira të dhënave, përpunimi edhe i shkrimit i bërë për Erion Veliaj një ditë më parë dhe i analizuar nga inteligjenca artificiale, nxjerr në përfundimet e CNA-s. Del në përfundimet që thot çdo politikan, çdo lexues i kujdesshëm, çdo gazetar profesionist në lidhje me propagandën apo me lëvizjen që po ngrihet nga kryebashkiaku i burgosur i Tiranës Erion Veliaj.